Emri im është Era, dhe kjo është historia më e dhimbshme dhe më e bukur e jetës sime. Një histori që filloi me tradhtinë më të thellë të mundshme dhe përfundoi me dashurinë më të pastër që kam njohur ndonjëherë. Por le të filloj nga fillimi, nga ajo ditë kur jeta ime u shemb si një shtëpi kartoni në shiun e parë të vjeshtës. Ishte një mëngjes i ftohtë nëntori, kur gjithçka filloi të çoptohej. Unë zgjova në dhomën time të vogël, në katin e dytë të shtëpisë së vjetër familjare, ku kisha rritur të gjitha ëndrat dhe shpresat e mia. Dielli mezi po depërtonte nëpër perdet e holla dhe një ndjenjë e çuditshme ankthimi më pushtoi që në momentin e parë. Ishte sikur ajri vet ishte mbushur me diçka të rëndë, diçka që nuk mund ta shpjegoja me fjalë. Familja ime kishte qenë gjithçka për mua. Prindrit e mi, Agimi dhe Lindita, ishin martuar të rinj dhe kishin ndërtuar jetën e tyre me punë të palodhur dhe për kushtim. Ata kishin hapur një dyqan të vogël në qendër të qytetit, ku shisnin artikuj shtëpiak dhe dekorime. Dyqani ishte më shumë se një biznes për ta, ishte pasioni, trashëgimia dhe e ardhmja e tyre. Unë kisha rritur midis rafteve të atij dyqani, duke luajtur mes vazove dhe pjatave, duke dëgjuar zërat e klientëve dhe duke ndjekur diskutimet e prindërve të mi për çmimet, furnizuesit dhe projektet e ardhshme. Por diçka kishte filluar të ndryshonte në shtëpinë tonë rreth 6 muaj më parë. Nuk e kuptova menjëherë, sepse ndryshimet ishin të imta në fillim. Babai filloi të vinte vonë në shtëpi me sy të mlodhur dhe një shqetësim të thellë në shprehjen e fytyrës. Nëna bëhej gjithnjë më heshtur dhe shpesh e gjeja duke qarë në heshtje në kuzhinë kur mendonte se askush nuk po e vëzhgonte. Vllai im i vogël, Andi, një djalë 12 vjeç plot jetë dhe energji, kishte filluar të tërhiqej në vete, duke kaluar orë të tëra në dhomën e tij duke luajtur videolojra. Një mbrëmje, rreth 2 javë para asaj mëngjesit të nëntorit, dëgjova një diskutim të ashpër duke ardhur nga dhoma e prindërve të mi. Zërat e tyre ishin të ulët por intensiv, mbushur me tension dhe dëshpërim. I ngjita nga krevati dhe ju afrova derës së tyre, duke u përpjekur të dëgjoja çfarë po ndodhte. Nuk mund ta vazhdojmë kështu më, po thoshte nëna ime me një zë të thyer. Borxhet janë tepër të mëdha. Banka do të na marrë çdo gjë. E di, Lindita, e di. Por çfarë mund të bëjmë tani? Investimi që bëra nuk doli siç priste. Besova te ai njeri, besova se projekti do të ishte i suksesshëm. Ti besove tepër, thirri nëna, dhe pastaj dëgjova një fishkëllim të dhimbshme. Tani jemi në fund. Çdo gjë që kemi ndërtuar për 20 vjet është në rrezik. Dyqani, shtëpia, e ardhmja e fëmijëve tan, çdo gjë. Zemra më ra në gjoks. Nuk e kisha kuptuar se gjendja financiare e familjes sime ishte aq e keqe. Si studentja në vitin e parë të universitetit e përqendruar në studimet e mia në filologji, kisha qenë e pavetdijshme për vuajtjet e vërteta që po përjetonin prindrit e mi. Ndjesha e pafuqishme dhe e friksuar dhe kthyesha në dhomën time duke qarë në heshtje. Javët që pasuan ishin një spirale poshtë. Atmosfera në shtëpi u bë gjithnjë më e rëndë. Prindrit e mi shmangën të flasin me mua dhe me Andin për problemet e tyre financiare, por ne e kuptuam që situata po përkeqësohej. Telefoni shtëpiak nuk pushonte së rënguari dhe dëgjonin biseda të shkurtra dhe të ashpra me kreditorët. Letra me ngjyrë të kuqe filluan të mbërrinin me post çdo javë. Babai humbiste peshë dhe dukej 10 vjet më i vjetër. Nëna kishte filluar të pinte ilaçe për gjumin dhe ankthet. Dhe pastaj erdhi ajo mëngjesi nëntorit. Zbrita në kuzhinë duke pritur të gjeja familjen time duke bërë mëngjes, siç bënin zakonisht çdo ditë. Por kuzhina ishte e zbrazët. Tavani ishte i ftohtë. Askush nuk ishte atje. E çuditshme mendova. Ndoshta po flinin vonë për shkak të lodhjes. Por kur kontrollova dhomën e tyre, gjitha krevatin e bërë dhe të zbrazët. Dhoma e Andit ishte gjithashtu e zbrazët. Një ndjenjë paniku filloi të më pushtonte. Ku ishin të gjithë? Atëherë e pash letrën. Ishte vendosur mbi tavolinën e kuzhinës një zarf i bardhë me emrin tim shkruar me dorëshkrimin e njohur të nënës sime. Duart më dridheshin kur e hapa. Brenda ishte një letër e shkurtër, por fjalët në të ishin mjaft për të shkatruar botën time. Era e dashur. Ne duhet të largohemi. Borxhet janë tepër të mëdha dhe nuk mund t'i përballojmë më. Kemi marrë një vendim të vështirë. Do të nisemi për në një vend tjetër ku mund të fillojmë nga e para. Do të largohemi jashtë vendit dhe do të përpiqemi të ndërtojmë një jetë të re. E dim se kjo do të jetë e dhimbshme për ty, por nuk mund të marrim me vete. Ti je e rritur tani, je në universitet dhe ke jetën tënde këtu. Ne nuk duam të shkatrojmë të ardhmen tënde duke të tërhequr në problemet tona. Shtëpia do të shitet për të paguar borxhet.
ti do të duhet të gjesh një vend tjetër për të jetuar. Të lëm një shumë të vogël parash në llogarinë tënde bankare që të ndihmoj për disa muaj. Shpresojmë që kjo të jetë e mjaftueshme derisa të gjesh punë dhe të stabilizohesh. Na fal Era. Kjo është zgjidhja e vetme që pam. Kujdesu për veten. Me dashuri të përjetshme, nëna dhe babai. Letra ra nga duart e mi. Trupi im filloi të dridhej në mënyrë të pakontrolluar. Nuk mund ta besoja, nuk mund ta pranoja. Prindrit e mi, njeriu që më donte më tepër se gjithçka në këtë botë, më kishin braktisur. Më kishin lënë vetëm, pa asnjë shpjegim të vërtet, pa asnjë mundësi për të thënë lam të mirë. Rash në dysheme dhe fillova të qaj me të madhe. Lotë nxehta rridhin nga sytë e mi dhe trupi im dridhej me të përlotura. Nuk mund të thitja frymë siç duhet. Dhimbja ishte aq e thellë sa ndihesha sikur më kishin shqyer zemrën me thika. Sa kohë qëndrova atje në dysheme? Nuk e di. Ndoshta orë, ndoshta vetëm minuta që mu duken si përjetësi. Kur më në fund u ngrita, trupi im ishte i mpirë dhe i lodhur. Sytë e mi ishin të ënjtë nga të qarit dhe koka më dhëmte. Çfarë do të bëja tani? Ku do të shkoja? Këto pyetje rrotulloheshin në mendjen time, por nuk gjeja përgjigje. Ndjeja sikur isha në një ëndër të keqe nga e cila nuk mund të zgjoheja. Në ditët që pasuan, e kuftova sa e vërtet ishte situata. Banka më njoftoi se shtëpia ishte vënë në shitje për të paguar borxhet e familjes sime. Unë kisha 2 muaj kohë për të gjetur një vend tjetër për të jetuar. Llogaria ime bankare kishte vetëm disa qindra euro, sasinë e vetme që prindrit e mi kishin mundur të më linin. Universiteti vazhdoi, por unë nuk mund të përqendrohesha. Profesorët flisnin, por unë nuk dëgjoja asgjë. Koka ime ishte plot me pyetje, me dhimbje, me zemërim. Si mund ta bonin këtë me mua? Si mund të më braktisnin kështu? U përpoqja të kontaktoja me ta. I telefonova numrat e tyre 10 herë, por telefoni ishte i fikur. I shkrua email, por nuk mora asnjë përgjigje. Ishte sikur ishin zhdukur nga faqja e tokës, sikur kur nuk ishin ekzistuar. Miqtë e mi në universitet e mësuan për situatën time dhe u përpoqën të më ndihmojnë. Disa më ofruan një vend për të fjetur për disa ditë, të tjerë më dhan pak para hua, por unë nuk doja të isha barë për askënd. Ndjeja një turp të thellë për situatën time, sikur disi ishte faji im që familja ime më kishte braktisur. Gjeta një punë me kohë të pjesshme në një kafe të vogël pranë universitetit. Paga ishte minimale, por ishte diçka. Më ndihmoi të paguaj disa shpenzime bazike dhe të blija ushqim, por nuk ishte mjaftueshme për të paguar qiran në një apartamenti. Për disa javë, fjeta në kanapelet e miqve të mi, duke ndëruar nga një shtëpi në tjetrën çdo disa ditë. Ishte një jetë kaotike dhe e paqëndrueshme që më lodhte mendërisht dhe fizikisht. Shpesh qaja veten në gjumë, duke kujtuar ditët kur kisha një familje, një shtëpi, një ndjenjë sigurie. Dhe pastaj erdhi dëbora e parë e dimrit. Ishte mesnatë dhe unë isha duke ecur nëpër rrugët e qytetit, duke mos ditur ku të shkoja. Miqja ime e fundit kishte pritur vizitën e familjes së saj dhe unë nuk doja të isha atje për të komplikuar gjërat. Kështu që mora çantën time të vogël me disa rroba dhe dola në natën e ftohtë. Dëbora binte lehtë, duke mbuluar rrugët me një perde të bardhë që në dritën e llampave të rrugës dukej pothuajse magjike. Por për mua nuk kishte asgjë magjike në atë moment. Isha e ftohtë, e lodhur dhe desperisht e vetmuar. Ecja pa një destinacion të qartë. Këmbët e mia më dhembën, por vazhdova të eca. Nuk doja të ndaloja sepse ndalimi do të thote të përballesha me realitetin e situatës sime, dhe ajo ishte një vërtet që nuk isha gati ta pranoja ende. Pas disa orësh ecje, gjeta veten pra një parku të vogël. Kishte një stre autobusi atje, me një stol druri. Vendosa të ulesha për pak. Trupi im dridhe nga i ftohti, edhe pse kisha veshur gjithçka të ngrohtë që kisha me vete. Ulja atje në atë stol, duke parë dëborën që binte, dhe fillova të mendoja për jetën time. Ç'kishte ndodhur me ëndrat e mia, me planet për të ardhmen. Doja të bëhesha mësuese e gjuhës së huaj, të udhëtoja, të njihja kultura të reja. Por tani, e gjitha jo duke kaq e largët, kaq e pa arritshme. Një makinë kaloi ngadalë pranë parkut.
duke hedhur dritë mbi mua për një moment, para se të zhduket përsëri në errësirë. Dhe pastaj qetësi. Vetëm zhurma e lehtë e dëborës që binte dhe era që fërshëllente në përdegët e zbrazda të pemëve. Nuk e di sa kohë qëndrova atje. Ndoshta minuta, ndoshta orë. Koha kishte humbur kuptimin. E vetmja gjë që dija ishte se isha më e vetmuar se kur më parë në jetën time. Dhe pastaj dëgjova një zë. Jeni mirë? U ktheva dhe pash një burr të ri që po më afrohej. Kishte një pamje të huaj, flokë të çelët që binin lehtë mbi ballin e tij, sy blu që shkëlqenin në dritën e dobët të llampës së parkut, dhe një veshje që sugjeronte se nuk ishte nga vendi im. Mbante një çantë shpine dhe dukej sikur ishte duke ecër gjithashtu nëpër natë. Për një moment nuk u përgjigja. Çfarë mund t'i thoja? Se isha një vajzë 20 vjeçare që ishte braktisur nga familja e saj dhe tani ishte pa shtëpi në një natë dimri. Kjo tingëllonte aq të mërshme, aq të turpshme. Por diçka në zërin e tij, në shprehjen e shqetësimit të sinqertë në fytyrën e tij, më bëri të flas. Po, jam mirë, gënjeva, megjithse zëri im i dridhur dhe sytë e mi të ënjtur tregonin qartë të kundërtën. Ai më pa me kujdes dhe pastaj u ul në stol pranë meje, duke mbajtur një distancë respektuese. Jeni e sigurt se jeni mirë? Pyeti përsëri. Është shumë vonë dhe shumë ftohtë për të qenë jashtë. Dhe në atë moment diçka thyhet brenda meje. Ndoshta ishte butësia në zërin e tij, ndoshta ishte fakti që dikush, edhe pse një i huaj i plot, tregonte shqetësim për mirëqenien time, kur familja ime vërtet më kishte braktisur. Çfarëdo që ishte, nuk mund ta mbaja më. Fillova të qaj. Jo qaj të heshtur, por të përlotur të thella që vinin nga thellësia e shpirtit tim. Ai nuk më prekur, por qëndroi atje duke respektuar hapësirën time, por duke qenë prezent. Kur më në fund u qetësova pak, e gjeta veten duke i treguar gjithçka. Për familjen time që më kishte braktisur, për shtëpinë që pa humbasja, për ditët që kisha kaluar duke fjetur në kanapele të ndryshme, për ndjenjën e humbjes dhe tradhtisë që më përbuste çdo moment. Ai dëgjoi me vëmendje, pa më ndërprer. Kur mbarova, ai mbeti heshtur për një moment, sikur po procesonte gjithçka që kisha thënë. Emri im është Alex, tha më në fund. Jam nga Kanadaja dhe jam këtu për të studiuar gjuhën dhe kulturën shqiptare për disa muaj. E di që nuk më njohni, dhe kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por nuk mund t'ju lë këtu në këtë ftohtë. Dhe kështu filloi historia ime me Alex, një i huaj që nuk më detyronte asgjë, por që për ndonjë arsye vendosi të ndalonte dhe të tregonte dëmshuri kur bota ime ishte shembur plotësisht. Ajo natë në park mbetet një nga kujtesët më të qarta të jetës sime, jo vetëm për dhimbjen që ndjesha, por për momentin kur Alex zgjati dorën e tij dhe më ofroi diçka që kisha menduar se e kisha hungur për gjithmonë. Shpresë. Dëgjoj, tha ai, duke më parë me ato sy të kaltër që pasqyronin sinqeritet të pastër. E di që nuk më njeh, dhe besoj që nuk ke asnjë arsye për të mbesuar, por nuk mund të lë të kalosh natën këtu. Kam marrë me qira një apartament të vogël jo larg nga këtu. Ka një dhomë shtesë që nuk e përdor. Mund të qëndrosh atje sonte, të paktën derisa të gjesh një zgjidhje më të mirë. Çdo alarm në kokën time mu aktivizua. Prindrit e mi, pavarësisht nga tëmetat e tyre, më kishin mësuar të isha e kujdesshme me të huajt. Nuk duhet të besoja një burr që sapo kisha takuar në mes të natës, në një park të zbrazët, pavarësisht sa i sjellshëm dukej. Por në atë moment, çfarë zgjedhjesh kisha vërtet? Mund të kthehesha në rrugë dhe të kaloja natën duke dridhur në të ftohtë, duke rrezikuar sëmundjen ose më keq, ose mund të pranoja ofertën e këtij të huaji dhe të shpresoja që njerëzit e mirë ekzistonin ende në botë. Pse do të ndihmoje një të huaj? Pyeta, zëri im ende i dridhur nga të qarit. Çfarë fiton ti nga kjo? Alex u buzëqesh lehtë, një buzëqeshje të vogël që nuk arrinte sytë e tij, por që dukej e sinqert. Nëna ime më ka mësuar që të ndihmosh kur mund, dhe e di si ndihet të jesh larg shtëpisë, të ndihesh i humbur. Unë kam familjen time në Kanada që mbështet, por ti je vetëm tani. Askush nuk duhet të jetë kaq i vetmuar.
kishte diçka në mënyrën se si e tha atë që më preku thellë. Ndoshta ishte fakti që nuk po përpiqej të më binte me argumenta të komplikuara ose premtime të mëdha. Thjesht po ofronte një ndihmë papritur asgjë në këmbim. Do të qëndroj vetëm për sonte, thash më në fund, duke u ngritur nga stoli. Dhe nesër do të gjej diçka tjetër. Në rregull, tha Alex, duke u ngritur gjithashtu. Apartamenti është 10 minuta këmbë nga këtu. Po të ndihesh e pasigurt në çdo moment, mund të largohesh. Nuk kam asnjë synim të keq, premtoj. Filluam të ecnim në heshtje nëpër rrugët e mbuluara me dëbor. Alex ecte disa hapa para meje, duke më dhënë hapësirë, por edhe duke u siguruar që po shkoja në drejtimin e duhur. Mendja ime ishte një rrëmuj emocionesh, frika, shpresa, dyshimi, mirënjohja, të gjitha këto ndjenja luftonin për vëmendje. Apartamenti i Alex ishte në katin e 3 të një ndërtese të vjetër, por të mirëmbajtur në qendër të qytetit. Kur hapi derën, gjeta një hapësirë të vogël, por të ngrohtë dhe të pastër. Kishte një dhomë denjeje me një kauç të vjetër por të rehatshëm, një kuzhinë të vogël në njërin anë dhe 2 dyer që çonin në ato që supozova se ishin dhoma gjumi. Kjo është dhoma e mbrapshme, tha Alex, duke hapur njërin derë. Nuk kam shumë gjëra këtu akoma, sepse sapo kam arritur javën e kaluar, por ka një krevat, një dollap dhe ngrohje. Banjoja është aty. Dhoma ishte thjesht, por e qetë. Krevati ishte i mbuluar me një jorgan të trash dhe kishte një dritare të vogël që jepte pamjen e qytetit të ndriçuar lehtë nga dëbora. Faleminderit, murmurita, duke mos ditur çfarë tjetër të thoja. Fjala më dukej aq e pamjaftueshme për të shprehur atë që ndjesha. Asgjë për të falënderuar, tha Alex. Bëj vete si në shtëpinë tënde. Ka ushqim në frigorifer nëse ke uri. Unë do t'jem në dhomën time nëse të nevojte diçka. Natën e mirë, Era. Fakti që e përdori emrin tim, një detaj të vogël që kisha përmendur gjatë historisë sime të dhimbshme në park, më bëri të ndjeja sikur dikush më dëgjonte vërtet, sikur ekzistenca ime kishte rëndësi për dikë. Natën e mirë, u përgjigja dhe mbylla derën pas tij. Qëndrova atje për një moment, duke parë dhomën e thjeshtë rreth meje. Ishte kaq e çuditshme. Vetëm disa orë më parë kisha qenë në mes të parkut pa shpresë dhe pa destinacion. Dhe tani isha në një dhomë të ngrohtë, e sigurt, fal mirësisë së një të huaji. U zhvesha në krevat dhe u mbulova me jorgan. Ishte i ngrohtë dhe i butë dhe për herë të parë në javë trupi im pushoi së dridhuri nga i ftohti. Lot filluan të rridhnin, por këtë herë nuk ishin vetëm lot dhimbjeje. Ishin gjithashtu lot lehtësimi, mirënjohje dhe konfuzioni. Si kishte ardhur jeta ime deri në këtë pikë? Si një i huaj tregoi më shumë dëmshuri në një natë se sa familja ime në muajt e fundit? Këto pyetje rrotulloheshin në mendjen time ndërsa më në fund bija në një gjumë të rraskapitur. Zgjova me dritën e diellit që depërtonte në përperden e holl dhe për një moment nuk e kisha ide ku isha. Pastaj kujtesa e natës së kaluar më pushtoi si një val. Apartamenti i Alex, oferta e tij e papritur, mirësia e tij. U ngrita dhe u zhvesha me veshjet që kisha nga dita e kaluar. Kur hapa derën e dhomës, erë e kafe së freskët mbushi hundin tim. Alex ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin. Mirëmëngjesi, tha ai duke u kthyer kur më dëgjua. Solle kafen, bëra dhe disa pastiqe. Ndjes nëse fal nuk janë cilësia më e mirë, gatimi nuk është talenti im më i madh. Ula në tavolinën e vogël të kuzhinës dhe pranoja një filçan kafe të ngrohtë. Kafja ishte e fortë dhe e ëmbël, saktësisht siç më pëlqente. Faleminderit për natën e kaluar, thash duke e parë mbi anën e filçanit. Nuk e di si ta shpërblej. Nuk ka nevojë për shpërblim, ndërpreu Alex, por ka menduar diçka gjatë natës. Nëse dëshiron, mund të qëndrosh këtu për pak kohë më tepër. Jo për gjithmonë, por derisa të gjesh një zgjidhje më të qëndrueshme. Dhoma po qëndronte bosh gjithsesi. E pash me mosbesim. Nuk mund të bëj këtë. Nuk mund të shfrytëzoj mirësinë tënde kështu. Nuk po më shfrytëzon, tha ai me qetësi. Mendoj për këtë si një marrëveshje. Ti mund të më ndihmosh me gjuhën shqipe.
jam këtu për të studiuar, por mësimi nga librat është i ndryshëm nga të folurit me dikë real. Dhe ti mund të kesh një vend të sigurt për të qëndruar derisa të stabilizohesh. Ti ngëllon si shkëmbimi i drejtë për mua. Mendova për këtë. Ishte e vërtet që flisja shqipen si gjuhë amtare dhe studioja filologji. Të ndihmoja dikë me gjuhën nuk të ishte vështirë. Dhe mundësia të pasur një vend të qëndrueshëm për të jetuar, edhe përkohësisht, ishte diçka që më nevojiti dëshpërisht. Nuk e di, fillova, por Alex vazhdoi. Mendoj për këtë, tha ai. Nuk është një vendim që duhet të marrësh tani, por oferta qëndron. Ndërkohë, ha diçka, duket se nuk e ngrën si duhet prej ditësh. Kishte të drejtë. Kisha humbur pesh në javët e fundit, duke ngrënë vetëm kur miqtë e mi më detyronin, ose kur stomaku im bështidej aq shumë sa nuk mund ta injoroja më. Filluam të ham në heshtje, por nuk ishte një heshtje sikletshme. Ishte e qetë, e rehatshme, si të isha me një mik të vjetër, edhe pse e njihja Alex për më pak se 12 orë. Pse erdhe në Shqipëri? Pyeta më në fund, duke e thyer heshtjen. Nga të gjitha vendet në botë, pse këtu? Alex buzëqeshi dhe për herë të parë pash një shkëlqim të vërtet në sytë e tij. Kam qenë gjithmonë i fascinuar nga Ballkani, historia, kultura, gjuha. Ka diçka autentike këtu që nuk e gjen në shumë vende të tjera. Dhe shqipja është një gjuhë aq unike, e veçantë. Doja ta mësoja dhe mendova që mënyra më e mirë për ta bërë këtë ishte të vija dhe të jetoja këtu për një kohë. Sa kohë do të qëndrosh? Pyeta. Plani fillestar ishte 6 muaj. Por varet. Nëse më pëlqen, mund të qëndroj më gjatë. Jo? Mirë, do të shoh. 6 muaj. Ishte mjaftueshëm kohë për mua të stabilizohem, të gjeja një punë më të mirë, ndoshta edhe një apartament të imin. Por gjithashtu ishte një kujtues që kjo situatë ishte e përkohshme. Alex do të largohej në një moment dhe unë do të isha vetëm përsëri. Unë do ta pranoj ofertën tënde, thash më në fund. Por vetëm nëse më lejon të kontribuoj. Do të paguaj pjesën time të qiras sapo të kem mjaft para nga puna dhe do të ndihmoj me pastrimin dhe gatimin. Alex u zgjat përmes tavolinës dhe më zgjati dorën. Marrëveshje. I shtrëngova dorën, duke ndjerë një ngrohtësi të çuditshme nga prekja. Ishte dorë e fortë, por e butë, një dorë që fliste për punë, por edhe për kujdes. Dhe kështu filloi kapitulli i ri i jetës sime. Ditët që pasuan ishin një përshtatje e çuditshme në një realitet të ri. Çdo mëngjes zgjohesha në atë dhomë të vogël, duke dëgjuar tingujt e Alex duke lëvizur në apartament. Shpesh ai ishte zgjuar para meje, duke përgatitur kafe dhe duke lexuar libra në shqip që luftonte të kuptonte. Unë vazhdova punën time në kafene dhe studimet në universitet, por tani kisha diçka që më kishte munguar prej javësh, një bazë, një vend ku mund të kthehesha në fund të ditës, diçka që i ngjante shtëpisë, edhe pse nuk ishte e imja. Mbrëmjet i kalonim shpesh së bashku. Unë ndihmoja Alex me shqipen, duke i korrigjuar shqiptimin, duke i shpjeguar nuancat e gjuhës, duke e mësuar shprehje të përditshme që nuk gjende në libra. Ai ishte një student i zellshëm, duke mbetur shënime të kujdesshme dhe duke përsëritur fjalë derisa t'i merrte të drejta. Si thuhet, jam i lumtur të njoh? Pyetja ai një mbrëmje, ndërsa ishim ulur në kanapen e vjetër të dhomës së ndenjës. Jam i lumtur që të njoh, e korrigjova. Por më natyrore do të ishte më vjen mirë që të njoh, ose thjesht gëzohem që të njoh. Më vjen mirë që të njoh, përsëriti ai, duke buzëqeshur. Kjo është e vërtetë era, më vjen shumë mirë që të njoh. Ndjehesha e ngrohtë duke dëgjuar këto fjalë. Ishte e çuditshme se sa shpejt kisha filluar të ndjehesha e rehatshme me Alex. Nuk ishte tensione të pazakonshme, asnjë moment sikletësh. Ai ishte respektues, i sjellshëm dhe gjithmonë i vëmendshëm ndaj kufive të mi. Por jo çdo gjë ishte e lehtë. Kishte net kur ëndrat e mia më mundonën, ëndra kur familja ime kthehej dhe më kërkonte falje, ose më keq, ëndra kur i shihja duke qeshur për mua
duke më quajtur një bar që ishin gëzuar ta hiqnin qafe. Zgjohesha duke qarë, duke u përpjekur të mos bëja zhurmë që të mos gjonte Alex. Por ai duke se e dinte. Në mëngjesët pas atyre netëve të këqija, gjithmonë kishte një filçan çaji të ngrohtë duke më pritur, ose një shënim të vogël me fjalë inkurajuese. Dita e sotme do të jetë më e mirë, lexoa njërin nga shënimet. Ti je më e fortë se mendon, thoshte një tjetër. Ishin gjeste të vogla, por do me thënin botën për mua. Një muaj kaloi, dhe pastaj 2. Jeta filloi të merrte një ritëm të ri. Puna në kafene ishte akoma e vështirë. Orë të gjata në këmbë, paga minimale, klient të vështirë, por të paktën tani kisha një vend ku të kthehesha. Universiteti vazhdoi dhe fillova të rigjeja pasionin tim për gjuhët dhe letërsinë, që kisha menduar se e kisha humbur përgjithmonë. Përsëri, kishte momente kur realiteti situatës sime më godiste si një val. Një ditë, duke ecur në përqendër të qytetit, pash një familje, prindër të rinj me 2 fëmijë, duke qeshur dhe duke shëtitur së bashku. Zemra më u shtrëngua. Atë natë u ktheva në apartament dhe qava për orë të tëra në domën time. Alex më gjeti të ulur në dysheme, me shpinë te muri, duke përpjekur të fshi lotët që vazhdojnë të vinin. Era, zëri i tij ishte i mbushur me shqetësim. Çfarë ndodhi? Asgjë, murmurita. Thjesht mendimet e mia. Ai u ultran meje në dysheme, duke mbajtur një distancë respektuese. Dëshiron të flasësh për të? Dhe për disa minuta nuk fola. Por pastaj, sikur një dik të kishte plasur, fillova të flas për gjithçka që kisha mbajtur brenda. Për dhimbjen e tradhtisë, për ndjenjen e braktisjes, për pyetjet që më mundonin çdo natë. Pse nuk isha mjaft e mirë që ata të më merrnin me vete? Çfarë kisha bërë gabim? A më donin ndonjëherë vërtet? Alex dëgjoi gjithçka. Dhe kur mbarova, foli me një urtësi që nuk e prisnja nga dikush aq i ri sa ishte ai. Dëgjo Mera, tha ai butësisht. Unë nuk i njoh prindrit e tu, dhe nuk mund të flas për motivet e tyre, por një gjë që e di me siguri është kjo. Çfarëdo që bën, nuk ishte faji jot. Njerëzit bëjnë zgjedhje të vështira kur janë dëshpëruar, dhe ndonjëherë ato zgjedhje lëndojnë njerëzit që duan më shumë. Por kjo nuk do të thotë që ti nuk je e vlefshme, që ti nuk meriton dashuri dhe mbështetje. Por çfarë nëse ishe një barr për ta? Pyeta, zëri im i thyer. Çfarë nëse ikën sepse nuk mund të më toleronin më? Atëherë, kjo është zgjedhja e tyre që duhet të bartin në ndërgjegjen e tyre, jo tënden. Ti je një vajzë mrekullueshme Era, e fortë, e zgjuar, e sjellshme. Çdo prind do t'ishte krenar të kishte një bi si ti. Nëse ata nuk e pan këtë, atëherë humbja është e tyre, jo e jotja. Fjalët e tij më prekën thellë. Askush nuk më kishte thënë diçka të tillë prej kohësh. Askush nuk më kishte bërë të ndihesha e vlefshme, e dëshiruar, e rëndësishme. Faleminderit, përshpërita. Dhe kësaj radhe kur ai zgjati dorën e tij dhe më preku sypet butësisht, nuk u tërhoqa. Lejova veten të ndihesha të sigurt, edhe vetëm për një moment. Ditët që pasuan, diçka ndryshoi midis nesh. Nuk ishte diçka e dukshme, por një lëvizje e vogël në dinamikën tonë. Fillon të shqetësohesha për Alexin kur kthej vonë nga mësimet e tij. Ai filloi të më pyeste për ditën time me një interes të thellë që shkonte përtej thjesht të qenit i sjellshëm. Filluan të kishim shaka të brendshme, tradicione të vogla si të shihnim një serial televiziv çdo të premte mbrëma, ose të gatuanim darkë së bashku të dieleve. Një ditë, Alex më befasoi me një dhuratë. Ishte një libër, një përmbledhje poezish nga Lazgush Poradeci, një nga poetët e mi të preferuar. E përmende një herë se të pëlqen poezia e tij, shpjegoi Alex kur hapa paketën. Mendova që ndoshta do të pëlqente një kopje. Faqet e librit ishin të reja dhe aroma e letrës së freskët mbushi hundën time. Por ajo që më preu më shumë ishte fakti që ai kishte kujtuar, midis të gjitha gjërave që kishim diskutuar,
Ai kishte kujtuar një detaj të vogël për mua. Faleminderit, Alex, thash duke e përqafuar librin. Kjo do të thot shumë për mua. Ai buzëqeshte. Gëzohem. Ndoshta mund të më lexosh disa poezi ndonjëherë, do të ishte praktike mirë për të kuptuar gjuhën. Dhe kështu, bëm një traditë tjetër. Çdo mbrëmje të njëjte, uleshim së bashku dhe unë I lexoja poezia Aleksit, duke ia shpjeguar kuptimin, metaforat, nuancat që humbshin në përkthim. Ai dëgjonte me vëmendje të plot, sytë e tij të përqendruar në fytyrën time ndërsa fjalët rritnin. Ishte gjatë njërës nga këto mbrëmje që fillova të kuptoj se ndjenjat e mia për Alex kishin filluar të ndryshonin. Nuk ishte më thjesht mirënjohje për ndihmën e tij. Ishte diçka më thellë, më komplekse. Fillova të vëreja detaje të vogla, mënyrën se si flokët e tij binin në sytë e tij kur ishte I përqendruar, tingullin e të qeshurës së tij që mbushte apartamentin me ngrohtësi dhe durimin e mirësinë e tij në çdo veprim. Por isha e friksuar nga këtë ndjenja. Alex ishte këtu përkohësisht. Ai kishte një jetë në Kanada që e priste. Dhe unë? Unë isha ende duke u shëruar nga plaga e tradhtisë së familjes sime. Si mund të hapja zemrën time për dikë tjetër kur ishte ende aq e coptuar? Vendosa t'i mbaja këto ndenja për vete. Ishte më e sigurt kështu. Por jeta, siç zbulova, nuk të lejon gjithmonë të luash të sigurt. Një mbrëmje, në fillim të majit, Alex u kthye në shtëpi duke dukur I shqetësuar. Fytyra e tij, zakonisht aq e qetë dhe e gëzuar, ishte e tensionuar. "Çfarë ndodhi?" pyeta, duke u ngritur nga tavolina ku po studioja. Ai hodhi çantën në kauç dhe ul duke vendosur kokën në handu. "Mora një telefonat nga familja ime," tha. "Baba im, ai nuk është mirë. Ka probleme me zemrën. Ata duan që unë të kthehem në shtëpi." Zemra më ra në bark. Natyrisht që duhej të kthehej. Familja ishte më e rëndësishmja. Por mendimi I humbjes së Alex, I qenes përsëri vetëm, më mbushi me një frikë që nuk kisha ndjer prej kohësh. Kur do të largohesh?" pyeta, duke u përpjekur të mbaja zërin tim të qëndrueshëm. "Nuk e di akoma," tha ai, duke ngritur kokën dhe duke më parë. "Po pres më shumë informacion nga nëna ime, por ndoshta do të duhet largohem më shpejt se plani fillestar." Heshturi mbushi dhomën. Kishte kaq shumë gjëra që doja t'i thoja, por nuk dija nga të filloja. Në fund, fola fjalët më të sigurta, ato që duhej të thoheshin. "Natyrisht që duhet të shkosh," thash. "Familja vjen në radhë të parë. Babai yt ka nevojë për ty." Alex më pa me një shprehje që nuk mund ta lexoja plotësisht. "Çfarë do të bësh ti? Apartamenti është në emrin tim dhe do të jem mirë," e ndërpreva, edhe pse nuk isha e sigurt nëse kjo ishte e vërtet. "Kam punë tani dhe para të kursyera. Do të gjej diçka." Por të dyve I dinim se nuk ishte aq e thjeshtë. Paga nga kafeneja ende nuk ishte mjaftueshme për të paguar qira vetëm dhe merrja me qira me dikë tjetër do të kërkonte kohë dhe para që nuk kisha plotësisht. Ditët që pasuan ishin plot tension. Alex priste lajme nga familja e tij dhe unë fillova të kërkoja mundësi të reja për strehim. Por çdo herë që mendoja për të ikur nga ai apartament, një dhimbje e thellë më kapte. Kjo nuk ishte vetëm për humbjen e një vendi për të jetuar, ishte për humbjen e Alex. Një mbrëmje, ndërsa ishim ulur në heshtje në dhomën e ndenjes, Alex më befasoi me një pyetje. "Era, ka diçka që dua të të pyes prej kohësh, por nuk kam ditur se si." E pash, zemra më rrate më shpejt. "Çfarë?" Ai mori një frym të thellë. "A ke dëshirë ndonjëherë të kontaktosh me familjen tënde? Të përpiqesh ta zgjidhësh situatën?" Pyetja më goditi si një goditje në stomak. E kisha menduar këtë çdo ditë që nga ajo mëngjes e nëntorit. Kishte net kur kisha marrë telefonin, gati për t'i telefonuar numrat e tyre, edhe pse I dija se ishin të fikur, vetëm për të dëgjuar zërat e tyre edhe një herë të fundit. "Nuk e di," u përgjigja sinqerisht. "Pjesa ime dëshiron t'i shoh përsëri, të kuptoj pse e bën atë që e bën, por pjesa tjetër është kaq e zemëruar, kaq e lënduar. Çfarë nëse I kontaktoj dhe ata nuk duan të flasin me mua? Çfarë nëse e bëjnë më të keqen?" "Ose," tha Alex butësisht,
Çfarë nëse ka një shpjegim që nuk e ke marrë parasysh? Çfarë nëse ata janë njësoj të lënduar dhe të humbur si ti? Fjalët e tij mbetën të varura në ajër. Nuk kisha menduar në këtë mënyrë. Kisha supozuar se vendimi i tyre për të më braktisur ishte i ftohtë, i llogaritur. Por çfarë nëse nuk ishte? Çfarë nëse ishte një akt dëshpërimi, jo mosdashurie? Ndoshta ke të drejtë, thash ngadalë. Por nuk jam gati akoma. Ndoshta një ditë, por jo tani. Alex miku. Kjo është zgjidhja jote. Thjesht doja që ta dish se çfarëdo që vendosësh, unë do të të mbështes. Ai do të më mbështeste. Por për sa kohë? Sa kohë para se ai të largohej dhe unë të isha vetëm përsëri. Një javë më vonë, Alex mori lajmet që kishte frikë. Babai i tij kishte nevojë për një operacion të zemrës dhe familja dëshironte që ai të ishte atje. Bileta e fluturimit ishte rezervuar. Ai do të largohej në 2 javë. Kur ma tha, përpiqem që të mos qaja. Përpiqem që të isha e forte, që të tregoja se do të isha mirë. Për brenda, po shkatërrohesha. Do të mungosh, thash. Fjalët dalën para se të mund t'i ndaloja. Alex më pa me një intensitet që më bëri të ndihesha të ekspozuar, sikur po më lexonte çdo mendim që kisha. Edhe ti do të më mungosh, Era, tha ai. Zëri i tij ulët dhe i mbushur me një emocion që nuk mund ta identifikoja plotësisht. Më shumë se mund të imagjinosh. Ajo natë, e shtrirë në krevatin tim, fillova të kuptoja një të vërtet që kisha përpjekur ta shmangja. Isha rënë në dashuri me Alex. Ky i huaj që më kishte shpëtuar në atë natë dimri, që më kishte dhënë strehim kur nuk isha askund për të shkuar, që më kishte trajtuar me një mirësi dhe respekt që familja ime nuk kishte treguar. Si kishte ndodhur kjo? Kur kisha lejuar zemrën time të hapej përsëri? Dhe tani ai po largohej dhe nuk kisha asnjë ide nëse do ta shihja ndonjëherë përsëri. 2 javët e ardhshme kaluan shpejt, tepër shpejt. Çdo moment me Alex filloi të ndjehej i çmuar, sikur po numëroja sekondat para se të mbaronte diçka e bukur. Vazhdoja me rutinën tonë, mësime të gjuhës, darkë së bashku, poezi në mbrëmje, por kishte një ndjenjë melankolie që mbulonte gjithçka. Një ditë para largimit të tij, Alex më tha se donte të më merrte dikun të veçantë për darkë, si një falemenderi për gjithçka që ke bërë për mua, shpjegoi ai. Zgjodhëm një restorant të vogël me pamje të kalastë të qytetit. Era maj, dhe ajri ishte i ngrohtë dhe i mbushur me aromë të luleve pranverore. Ulëm në terracën e jashtme, dhe për disa orë folëm për gjithçka dhe asgjë. Kujtesa nga muajt e kaluar, plane për të ardhmen, ëndra dhe shpresa. Por nën sipërfaqe, të dy dinim se kjo ishte një lajm të mirë. Kur u kthye në apartament, ndala para derës së dhomës sime, duke mos ditur si të përfundoja natën. Faleminderit për gjithçka, Alex, thash duke e parë në sy. Ti më shpëtove jetën, nuk e di ku do të isha tani pa ty. Ai hapi gojen sikur donte të thoshte diçka, por pastaj e mbylli. Për një moment qëndruam atje, vetëm pak centimetra larg njëri tjetrit, dhe ndjehesha sikur bota më rreth kishte pushuar se ekzistuari. Natën e mirë, Era, tha ai më në fund, zëri i tij pak i ngrysur. E natën e mirë. Përsërita dhe hyra në dhomën time para se loti të fillonin të binin. Ditën tjetër e përcolla Alex në aeroport. Rruga ishte e heshtur, të dyve të humbur në mendimet tona. Në portën e largimit u përballëm më në fund. Kujdesu për babain tënd, thash duke u përpjekur të buzëqesh nëpërmjet lodhëve që kërcënonin të binin. Du të bëj, premtoi ai, dhe pastaj në një lëvizje që më befasori, më tërhoqi në një përqafim të ngrohtë. Ti kujdesu për veten, Era, premtom që do të gjesh lumturinë që meriton. Ndihesha të sigurt në krahët e tij, sikur për një moment të fundit bota ishte në rregull, dhe pastaj ai u largua, duke kaluar nëpër portën e sigurisë, derisa figura e tij u zhduk në turm. Qëndrova atje për minuta të gjata duke i shikuar drejt hapësirës së zbrazët ku ai kishte qenë, dhe pastaj më në fund u ktheva dhe u nisa për në shtëpi. Jo në shtëpi, në apartamentin që do të duhej ta lija së shpjeti, sepse pa Alex nuk ishte më shtëpi.
Apartamenti ndjehesha i madh dhe i zbrazët pa Alex, çdo kënd më kujtonte për të. Këndi i kuzhinës ku përgatiste kafe çdo mëngjes, kauçi ku uleshim për të parë televizor, tavolina ku kalonim orë duke diskutuar gjuhën dhe jetën. Tani kishte vetëm heshtje dhe një ndjenjëhumbje që më shtrëngonte gjoksit. 2 ditë pas largimit të tij mora një mesazh nga ai. Arrita mirë, babai ka filluar trajtimet. Faleminderit për gjithçka era. Shpresoj që të jesh mirë. Ju përgjigja me një mesazh të shkurtër, duke i dëshiruar forcë dhe shërim të shpejtë për babain e tij. Por nuk e përmenda se sa shumë më mungonte, se si çdo ditë pa të ndjehesha më e gjatë se më parshmja. Situata ime praktike u bë gjithnjë më presionuese. Kontrata e qirash së apartamentit të Alex do të mbaronte në fund të qershorit, dhe menaxhuesi i ndërtesës më kishte mjoftuar se nuk mund ta rinovoja vetëm në emrin tim, pa një dëshmi të ardhurave të qëndrueshme. Kisha filluar të kërkoj alternativa, apartamente më të lirë, mundësi për të ndarë qiran me dikë tjetër, por çdo gjë që gjeta ishte ose tepër e shtrenjtë, ose në zona të pasigurta të qytetit. Puna në kafene vazhdoi, por administruesja më njoftoi se do duhej të olte orët e mia pune për shkak të një rëmjeje në biznes. Kjo do thoshte edhe më pak para, pikërisht kur kisha nevojë për më shumë. Një mbrëmje, ndërsa ai isha e shtrirë në krevat duke shikuar tavanin, telefoni im cingëlloi. Ishte një email nga universiteti. Me zemër rrahse e hapa dhe lexova përmbajtjen. Ishte një njoftim për një konkurs esesh për student të filologjisë. Fituesi do të merrte një bursë që do të mbulonte shpenzimet e shkollimit për vitin e ardhshëm, plus një shtesë mujore për shpenzime jetese. Tema ishte gjuha si urë midis kulturave. Për herë të parë prej javësh, ndjehesha një shkëndijë shprese. Kjo mund të ishte mundësia ime. Nëse fitoja, do të kisha sigurim financiare që më nevojitej për të vazhduar studimet dhe për të gjetur strehim të qëndrueshëm. Fillova të punoja në esea të natë të njëjtë. Shkruaja për përvojën time me Alex, se si ai, një i huaj, më kishte mësuar më shumë për kulturën time se sa kisha menduar se dija. Shkruaja për fuqinë e gjuhës për të lidhur njerëz nga mbar bota, për të thyer barierat dhe për të ndërtuar ura kuptimi. Fjalët rrithin nga gishtat e mi. Ishte sikur gjithë dhimbja, gëzimi, humbja dhe shpresa e muajve të fundit po gjej një zë përmes këtij teksti. Punova orë të tëra çdo natë, duke perfeksionuar çdo paragraf, duke siguruar se çdo fjalë ishte zgjedhur me kujdes. Ndërkohë, mesazhet me Alex bëhen më të rralla. Ai ishte i zënë duke u kujdesur për babain e tij që ishte në rikuperim pas operacionet. E kuptoja, por çdo ditë që kalonte pa dëgjuar prej tij, më bënte të ndihesha më e largët, sikur lidhja që kishim ndërtuar po zbehte nga bal. Një mbrëmje, ndërsa po mbyllja turnin tim në kafene, një klient i njohur hyri. Ishte një grua e moshuar që vinte shpesh, gjithmonë e sjellshme dhe e butë, por atë ditë ajo duke e shqetësuar. Era, e dashur, tha ajo duke ulur në tavolinën e saj të preferuar. Natyrisht, zonjë Fatmire, u përgjigja me ju afruar me një buzëqeshje. Ajo hezitoi për një moment, pastaj foli. Kam dëgjuar që po ke vështirësi me strehimin, a është e vërtet? Fytyra më u skuq. Nuk isha folur hapur për problemet e mia personale, por në një qytet të vogël, fjalët përhapeshin shpejt. Po, është e vërtet, pranoja, por po punoj për ta zgjidhur situatën. Zonja Fatmire, miku me dëmshuri. Kam një propozim për ty. Jetoj vetëm në një shtëpi shumë të madhe dhe një nga dhomat është e lirë. Nëse dëshiron, mund të qëndrosh atje. Nuk do të të kërkoj qira të lartë. Vetëm mjaftueshëm për të mbuluar disa shpenzime. Dhe mund të më ndihmosh me gjëra të vogla, duke bler gjëra nga tregu, duke pastruar pak. Do të më bënte shumë mirë të kisha shoqëri. Ndjehesha e mbuluar nga emocion. Mirësia e kësaj gruaje që me zi e njihja më preku thellë. Zonja Fatmire, nuk di çfarë të them, murmurita, duke ndjerë lot që kërcënuan të binin. Kjo do të më ndihmonte shumë. Atëherë, është vendosur, tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Mund të lëvizësh fundjavën e ardhshme. Do të t'jap një kopje të çelsave dhe do të tregoj gjithçka. Atë natë për herë të parë prej shumë javësh, fjeta me një peshë më të lehtë në zemër. Ndoshta gjërat po fillonin të rregulloheshin. Ndoshta kishte shpresë ende. Fundjavën e ardhshme me ndihmën e një miku nga universiteti,
I mblodha sendet e mia të pakta dhe u zhvendosa në shtëpinë e zonjës Fatmire. Ishte një shtëpi e vjetër me 2 kate në një lagje të qetë, me një obor të vogël plot lule dhe një verandë druri që kërciste butësisht kur eci mbi të. Dhoma ime ishte e thjeshtë por e ngrohtë. Kishte një krevat, një dollap të vjetër druri, një tavolinë të vogël për andritares ku mund të studioja dhe mure të lyera me një ngjyrë krem të qetë. Dritarja jepte në obor dhe mund të shihja pemët që lulzonin në pranverën e vonë. Zonja Fatmiri ishte një grua e mrekullueshme. Edhe, pa fëmijë, ajo kishte jetuar vetëm për 15 vjet nga vdekja e bashkëshortit të saj. Shtëpia ishte e mbushur me foto dhe kujtesa të jetës së saj të kaluara. Imazhe të një çifti të lumtur, libra të vjetër, sende dekorative nga udhëtimet. Burri im ishte mësues historie, më tregoi ajo një ditë, ndërsa po pinin çaj së bashku në kuzhinë. E donte kulturën shqiptare me një pasion që rrallë kam parë. Ajo që ti po bën, duke studiuar gjuhën dhe letërsinë tonë, do t'i kishte bërë shumë qejf. Ju duket se keni dashur shumë, thash butësisht. O po, tha ajo, sytë e saj u shkëlqyen me lot nostalgjike. 50 vjet bashkuar, dhe çdo ditë ishte një bekim. Por jeta vazhdon e dashura ime, ne mësojmë të jetojmë me kujtesën e atyre që kemi dashur dhe humbur. Fjalët e saj më bën të mendoja për Alex. A do të bëhesha unë si zonja Fatmire, duke jetuar me kujtesën e një dashurie që nuk u realizua kurrë? Mendimet të tilla më dhëmshin, por përpiqesha t'i shtyja larg. Ajo më tregoi shumë për të kaluarën e vendit tonë, për luftrat dhe gëzimet, për sfidat që populli ynë kishte kapërcyer. Kishte një urtësi në fjalët e saj që vinte nga përvoja e një jete të gjatë dhe të plotë. Gjatë kësaj kohe, vazhdova të punoja në esen time për konkurs. E ribëra 10 herë, duke kërkuar përsosurinë. Zonja Fatmire e lexoi një draftin dhe më dha këshilla të çmuara. Shkruani me zemër era, më tha ajo. Tekniku është i rëndësishëm, por ajo që prek shpirtrat e njerëzve është sinqeriteti. Fjalët që vijnë nga përvojat e vërteta ka një fuqi që nuk mund të falsifikohet. Ndiqta këshillën e saj dhe e dorëzova esen në fillim të qershorit. Tani kishte vetëm pritje. Fituesi do të shpallej në fund të korrigut. Ndërkohë, komunikimet me Alex u bën edhe më sporadike. Një mesazh çdo 2 javë, shpesh vetëm disa fjali të shkurtra që përshkruanin se babai i tij po përmirësohej ngadalë. Ai nuk më pyeste më për jetën time, dhe unë nuk e detyroja. Ndoshta ishte më mirë kështu. Ndoshta ishte më e lehtë të lëshonim lidhjen të zbehtej natyralishëm, se sa të përpiqeshim ta ruanim diçka që ishte destinuar të mbaronte. Por natën, kur gjithçka ishte e qetë dhe errët, lejonja vetes të mendoja për të. Kutoja zërin e tij, të qeshurën e tij, mënyrën se si më shikonte kur i lexoja poezi. Kujtoja ditën e largimit të tij në aeroport dhe përqafimin e fundit që na kishte ndarë. A do ta shoh ndonjëherë përsëri? Pyetja më mundonte, dhe përgjigjja, që kisha frikë ta pranoja, ishte ndoshta jo. Në mes të qershorit, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Isha duke punuar në kafene kur pash një fytyrë të njohur që hynte. Zemra më ngriu. Ishte Andi, vëllai im i vogël. Ai kishte rritur, më i gjatë, më i pjekur, por e njihja menjëherë. Për një moment, të dy mbetën të ngurtësuar, duke u parë njëri tjetrin përmes dhomës. Pastaj, ai filloi të afrohej, hapat e tij të ngadalt dhe të pasigurt. Era, zëri i tij kishte thyer si nga emocioni dhe nga ndryshimi i pubertetit. Andi, thash, zëri im një përshpëritje. Çfarë, si, mund të flasim? Pyeti ai. Ju lutem. E qova në një tavolinë në kënd të qetë të kafes. Administratorja më pa me pyetje, por i bëra shenjë që gjithçka ishte në rregull. Ulëm përballë njëri tjetrit dhe për një moment askush nuk foli. Ai kishte ndryshuar shumë. Fytyra e tij, që kisha kujtuar si aq të rinë dhe të pafajshëm, tani mbante shenjat e vuajtjes. Kishte rrath të errta nën sy dhe një shprehje të rënduar që nuk i përmbante një djalë 14 vjeçar. Si më gjeta? Pyeta më në fund. Nuk ishte e vështirë, tha ai. E dija ku studion dhe pyeta rreth. Dikush më tha që punon e këtu. Pse erdhe? Pyeta, duke ndjerë një përzierje zemërimi, gëzimi dhe frike. Ku janë prindrit tan? Andi ul kokën. Ja në Gjermani. Ne të gjithë jemi atje, por era ishte një gabim i tmerrshëm. Gjithçka ishte një gabim i tmerrshëm.
Çfarë do të thotë kjo? Kërkova, zëri im u ngrit pak. Ju më braktisot, më lat vetëm, pa asnjë shpjegim të vërtet. E di, tha ai, dhe tani sytë e tij u mbushën me lot. E di, dhe është e tmerrshme. Por le të të shpjegoj. Ju lutem, vetëm dëgjom. Mora një frymë të thellë, duke u përpjekur të kontrolloja emocionet e mia. Mirë, fol. Dhe kështu, Andi filloi të tregonte historinë e vërtet. Prindrit tanë, siç e kisha kuptuar, ishin në problem financiar të madh. Por ajo që nuk e dija, ishte sa e thellë ishte gropa ku kishin rënë. Babai kishte investuar pothuajse gjithçka që kishin në një projekt biznesi me një ortak, që rezultoi të ishte mashtrues. Kur projekti dështoi, jo vetëm që humbën investimin, por mbetën edhe me borxhe të mëdha që kishin marrë nga banka dhe nga kredidhënës privat. Ata po kërcënoheshin, tha Andi, zëri i tij i ulët. Njerëz të këqinj vinin në dyqan, në shtëpi, thoshin se nëse nuk paguanin do të në bënin keq. Nënës i friksoi për sigurinë tonë. Ndjeva një të ftohtë në shtëpinë. Nuk e kisha kuptuar se situata ishte aq e rrezikshme. Por pse nuk më thatë? Pse nuk më morrët me ju? Ata duan, tha Andi me ngulm, por ti ishe në universitet, kishe filluar të ndërtosh një jetë këtu, dhe ata mendonin se nëse të merrnin me vete, do të shkatronin të ardhmen. Në Gjermani do të duhej të fillonin nga zero, pa gjuhë, pa kontakte, pa asgjë. Ata nuk donin ta bënin atë me ty. Kështu që vendosën të më braktisnin, thash, zëri im plot hidhërim. Të më linin vetëm, pa asnjë mënyrë për t'i kontaktuar. Nuk ishte ai thjesht, vazhdoi Andi. Ata planifikuan t'i linin para, por në minutën e fundit, shumica e parave u morën nga kreditorët dhe telefonat, ata i ndërruan numrat sepse kreditorët po i ngacmonin vazhdimisht. Donin të kontaktonin pasi të stabilizoheshin, por çfarë? Andi hezitoi, pastaj foli me një zë të thyer. Por nëna u smur, stresi, presioni, gjithçka. Ajo bëri një nerv të madh rreth një muaj pasi arritëm në Gjermani. Ishte në spital për javë të tëra dhe babai ka punuar 3 punë njëkohësisht për të paguar shpenzimet mjekësore dhe për të dërguar para për të paguar borxhet që lanë këtu. Nuk kanë pasur një moment qetësie. Ndjehesha sikur bota po më rrotullohej rreth meje. Gjithë këtë kohë, kisha menduar se prindrit e mi më kishin braktisur nga mosdashurinë ose egoizmi, por realiteti ishte shumë më kompleks dhe më i dhimbshëm. Si është nëna tani? Pyeta, zëri im i dridhur. Më mirë, tha Andi, por ende e dobët. Ajo qanë që do ditë për ty era. Thërret emrin tënd në gjumë. Ndihet fajtor për atë që bëri, por në atë moment mendoj se ishte vetmja mënyrë për të mbrojtur. Lot filluan të rrjedhin nga sytë e mi. Gjithë zemërimi që kisha mbajtur, gjithë hidhërimi, filloi të trete dhe të zvendësohet me dhembje dhe kuptim. Si e ti? Pyeta. Si e ti? Andi u përpoq të buzëqesh, por nuk ja doli. Nuk është lehtë. Shkolla në gjermanisht është sfiduese. Më mungon shtëpia, më mungojnë miqtë e mi, dhe më mungon ti, motra e madhe. Nuk mund të përmbaja më. U ngrita dhe përqafova fort. Ai qau në shpatullën time, trupi i tij i vogël duke u drithëruar nga të përlotura. Dhe unë qava gjithashtu, duke liruar muajt të plot dhimbjeje dhe keqkuptimi. Na fal era, përshpëritja ai. Ju lutem na fal. Nuk ka çfarë të fal, thash, duke i lëshkuar flokët. Ju bët atë që mendonit se ishte më e mira. Unë kuptoj tani. Qëndruam kështu për minuta të gjata, duke mbajtur njëri tjetrin, duke u përpjekur të riparojmë atë që ishte thyer. Kur më në fund u ndam, Andi më dha një zarf. Kjo është nga nëna dhe babai, tha ai. Letra që duhej të kishin dhënë që nga fillimi, por gjithçka ndodhi aq shmet. E hapa zarfin me duar të dridhura. Brenda ishte një letër e gjatë e shkruar me dorën e nënës sime. Lexova fjalë për fjalë, duke thithur çdo detaj. Ajo shpjegoi gjithçka, kërcënimet, frikën, dëshpërimin. Shpjegoi se sa e dhimbshma kishte qenë vendimi për të më lënë, se si kishte qartë çdo natë që nga largimi. Shpjeguaj se donin të më kontaktonin, por gjendja e saj shëndetësore dhe situata e tyre financiare e kishin bërë atë të pamundur.
Atë mbrëmje festuam me një darkë të veçantë që zonja Fatmire insistoi ta përgatiste. Ndërsa hëngrëm, i tregova për telefonatën e Alex, për faktin që ai donte të kthehej. "Dhe si ndjehesh për këtë?" pyeti ajo, duke më parë me ato sy të mençur që shihnin gjithmonë më thellë se sipërfaqja. "E friksuar," pranoja, por gjithashtu e lumtur. Nuk e di çfarë do të thotë kjo, nëse ai ka ndjenja për mua apo thjesht më mungon si mik, por mendimi që do ta shoh përsëri më bën zemrën të rrah më shpejt. "Ti e do atë?" tha zonja Fatmire thjesht. Nuk ishte një pyetje. U skuqa. "A është aq e dukshme?" Ajo buzëqeshi. "Vetëm për dikë që të njeh mirë, mënyra se si sytë tu ndriçohen kur flet për të, mënyra se si zëri yt bëhet më i butë, po e dashura ime, ti e do atë, dhe besoj se ai të do ty gjithashtu." "Por çfarë nëse jemi tepër të ndryshëm?" pyeta, duke shprehur një frikë që më kishte shqetësuar. "Ai është nga një botë krejt tjetër. Çfarë nëse nuk funksionon?" "Dashuria e vërtet nuk varet nga sa të ngjashëm jeni, por nga sa mirë plotësoni njëri tjetrin," tha zonja Fatmire me urtësi. "Nga ju që më ke treguar, ai të ka trajtuar me respekt dhe imshuri dhe përkujdesje kur kishe më shumë nevojë. Këto janë cilësitë që rëndojnë. Ndoshta ajo kishte të drejtë. Ndoshta ishte koha të ndaloja së friksuari dhe të lejoja veten të shpresoja." Javët që pasuan ishin një kohë pritjeje dhe përgatitjeje. Alex dhe unë shkëmbyemi mail më shpesh tani dhe ndonjëherë folëm përmes thirrjeve video. Çdo herë që e shihja fytyrën e tij në ekran, zemra ime kërcente një rrahje. Ai duke i lodhur, i mërzitur për humbjen e babait të tij, por kishte diçka tjetër në sytë e tij kur më shikonte. Një ngrohtësi, një mall që më bënte të shpresoja. "Kam rezervuar biletën," më tha ai gjatë një thirrjeje në fund të gushtit. "Do të arri në fillim të shtatorit. Për një kohë të gjatë këtë herë, nëse gjithçka shkon mirë." "Sa kohë?" pyeta, duke u përpjekur të mos dukej tepër e hetur. "E paktën një vit," tha ai, buzëqeshi. "Kam vendosur të vazhdoj studimet e mia këtu, të bëj një master në gjuhësi. Dhe dua të jem pranë teje, nëse ti dëshiron që unë të jem atje." "Natyrisht që dua," thash, duke ndjer lot gëzimi që kërcënonte të binin. "Më ke munguar aq shumë, Alex." "Edhe ti më ke munguar, Era. Më shumë se mund ta shpjegoj." Ditët para arritjes së tij ishin plot ankthi dhe emocioni. Unë e pastrova apartamentin e zonjës Fatmire nga maj në fund, blera lule të freskëta për tavolina dhe përzionda veshjen e mirë që kisha. Nuk mund të rria në vend, dhe zonja Fatmire qeshi me butësi ndaj nervozizmit tim. "Je si një flutur e re që përsërit krahët," tha ajo. "Relakso e dashura, gjithçka do të jetë në rregull." Më në fund erdhi dita. Fluturimi i Alex do të mbërrinte pas dite. Shkova në aeroport 2 orë më herët, duke mos duruar dot të pres. Qëndrova te porta e arritjes, duke parë çdo fytyrë që dilte. Zemra më rrahte si një daulle. Dhe pastaj e pash. Alex doli nga porta, duke tërhequr një valixhe pas tij. Ishte më i dobët se herën e fundit që e kisha parë, dhe kishte një shprehje të rënduar nga zi. Por kur sytë e tij më gjetën në turm, fytyra e tij u ndriçua me një buzëqeshje që më bëri të ndjehesha sikur dielli kishte dalë pas një stuhie të gjatë. Vrapova drejt tij duke mos u kujdesur për njerëzit që më shikonin. Ai hodhi valixhen dhe më kapi në krah, duke më ngritur nga toka dhe duke më rrotulluar. Qeshëm të dy, e lot gëzimi rrjedhi nga faqet tona. "Je këtu," thash, kur më vendosi poshtë, duke e parë në fytyrë, sikur të kisha frikë se do të zhduket nëse nuk e mbaja të fokusuar. "Vërtet je këtu." "Jam këtu," konfirmoi ai, duke i vënë duart në faqet e mia. "Dhe nuk do të largohem përsëri. Jo pa ty." Dhe në atë moment, në mes të aeroportit plot njerëz, ai u ul dhe më puthi. Ishte një puthje e butë, plot me premtime dhe ndjenja të pashprehura. Dhe kur u ndam, e dija me siguri që kjo ishte ajo që kisha pritur gjithë jetën time. "Të dua, Era," tha ai,
Sytë e tij të kaltër që më shikonin me një intensitet që më bëri të ndihesha sikur isha qendra e botës së tij. E kam ditur për një kohë të gjatë, por nuk kam pasur guximin ta them. Por tani, pas të gjitha që kam kaluar, kam kuptuar që jeta është tepër e shkurtër për të mbajtur fjalët më të rëndësishme pa u thënë. Të dua dhe dua të jem me ty. Edhe unë të dua, u përgjigja, zëri im i mbushur me emocion. Kam pasur frikë ta pranoj, por po, të dua Alex, të dua aq shumë. Përsëri na përqafuam, këtë herë me një ndjenjë plotësie që nuk kisha ndjer kurrë më parë. Gjithë muajt e vuajtjes, të vetmisë, të pasigurisë, të gjitha kishin shuar në këtë moment. Muajt që pasuan ishin ndër më të lumturit të jetës time. Alex gjeti një apartament të vogël jo larg nga shtëpia e zonjës Fatmire dhe filloi programin e tij të masterit në universitet. Ne kaluam çdo moment të lirë së bashku, duke shëtitur në park, duke zbulluar restorante të reja, duke vizituar vende historike, duke lexuar poezi për njëri tjetrin. Ai më takoi me zonjën Fatmire, që e pranoi menjëherë si një antar tjetër të familjes sonë të zgjedhur. Ata të dy kalonin orë duke diskutuar historinë dhe kulturën, dhe shpesh e gjeja zonjën Fatmira duke qeshur me shaka të Alex një tingull që më mbushte zemrën me ngrohtësi. Universiteti vazhdoi dhe me bursën time të re mund të përqendrohesha plotësisht në studimet e mia. Notat e mia përmirësoheshin dhe profesorët filluan të më inkurajonin të merrja parasysh një karrierë akademike, por jo gjithçka ishte perfekte. Kishte momente kur Alex ishte i zënë me zi për humbjen e babait të tij. Natën, ndonjëherë e gjeja duke qarë në heshtje, dhe gjithçka që mund të bëja ishte ta mbaja dhe t'i lejoja të ndjehet lehtësuar. Ai më foli për pendimin që nuk ishte kaluar më shumë kohë me babain e tij kur kishte pasur mundësinë, për fjalët që nuk i kishte thënë kurrë. Babai im ishte burri më i mirë që njoh, më tha ai një natë, ndërsa ishim shtrirë së bashku duke parë yjet nga terraca e apartamentit të tij. Ai më mësoi të jem i sjellshëm, të ndihmoj të tjerët, të kërkoja njohuri. E gjithë ajo që jam është për shkak të tij. Ai do të ishte krenar për ty, i thash duke ia shtrënguar dorën. Të shoh se ku ke shkuar, çfarë je bër, si trajtoni njerëzit me respekt dhe dashuri. Ai do të ishte jashtëzakonisht krenar. Alex më puthi në kokë. Faleminderit që je këtu. Nuk e di si do ta kaloja këtë pa ty. Do ta kalosh, i thash. Por nuk është e nevojshme ta kalosh vetëm. Kurrë më. Në fund të shtatorit, mora një thirrje nga nëna ime. Ajo dhe babai kishin vendosur të vizitonin Shqipërinë për një fundjavë. Borxhet ishin paguar më në fund dhe ata donin të më shihmin, të kërkojnë falje ball për ball. Ishte një thirrje plot emocion. Nëna ime qau pothuajse gjatë gjithë bisedës, duke kërkuar falje përsëri dhe përsëri. I thash që e kuptoja, që e fala, që doja ta shihja. Kur i tregova Alex, ai më ofroi të vinte me mua për ta takuar. A je i sigurt? Pyeta. Nuk duhet të ndihesh i detyruar. Dua të vi, insistoi ai. Ata janë familja jote, që do të thotë që janë të rëndësishëm për mua gjithashtu. Dita kur familja ime arriti, ishte plot ankth. Alex dhe unë shkuam në aeroportin e njëjtë, ku e kisha pritur atë vetëm pak muaj më parë. Këtë herë, ishte dora e tij që mbante timen, duke më dhënë forcë. Kur i pash duke dal nga porta, nënën time, babain dhe Andin, zemra më shtrëngoa. Nëna ime dukej më e vjetër, më e hollë, por kur sytë e saj më gjetën, fytyra e saj u shndërrua nga zi në gëzim i pastër. Era, thiri ajo, dhe vrapoi drejt meja. U përplasëm me një përqafim që më shpoj çdo grind së rezistence që kisha mbajtur ende. Ajo qau në shpatullën time, trupi saj i vogël duke u dritëruar. Më fal, Ela, më fal, përsëriti ajo përsëri e përsëri. Të fala, i thash, duke mbajtur fort. Është mirë, nën, gjithçka është mirë tani. Babai i erdhi pas, sytë e tij të mbushura me lot. Vajza ime, tha ai, zëri i tij i thyer. Vajza ime e dashur. Qëndruam atje për minutat e gjata, 4 antarët e familjes së bashkuar përsëri. Andi qëndronte pranë, buzëqeshte përmes lotëve të tij. Më në fund u ndam dhe i prezantova Alex. Ai u tund dorë me secilin, duke folur shqip me një fluencë që e kishte përmirësuar shumë. Faleminderit që kujdesesh për bijën ton, i tha nëna ime Alexit, zëri i saj i mbushur me mirënjohje. Ajo na tregoi se si na ndihmove kur kishte më shumë nevojë.
Nuk mund ta shprehim sa shumë kjo do të thotë për ne. Era ka bërë më shumë për mua se sa kam bërë unë për të, tha Alex me përullësi. Ajo është gruaja më e mrekullueshme që kam takuar dhe jam me fat që ta kem në jetën time. Fjalët e tij më bën të ngrohta nga brenda. Kaluam fundjavën së bashku, duke folur, duke ndarë kujtesa, duke shëruar plak të vjetra. Prindit e mi shpjeguan gjithçka më në detaje dhe unë dëgjova me një zemër të hapur. Ata ndan vuajtjet e tyre, mënyrat se si kishin luftuar për të mbijetuar, shpresat që kishin për të ardhmen. Dëshirojmë që ti të vish ta na vizitosh në Gjermani, tha babai im. Kur të kesh kohë, dëshirojmë që të jesh pjesë e jetës sonë përsëri. Do të vi, premtova. Dhe ju mund të vini këtu kur të doni. Dera ime është gjithmonë e hapur për ju. Nëna më pa me një shprehje që ishte përzierje gëzimi dhe dhimbje. Ti e bër aq e fortë, Era. Më e fortë se sa unë kam qenë ndonjëherë. Jam kaq krenar për ty. Fjalët e saj më prekën thellë. Për vite kisha kërkuar aprovimin e saj, dashurinë e saj, njohjen e saj. Dhe tani më në fund e kisha. Kur erdhi koha që ata të largoheshin, lamtumirimi ishte i dhimbshëm por gjithashtu plot shpresë. E dinim që kjo nuk ishte një fund, por një fillim i ri për marrëdhënien tonë. Do të flasim shpesh, premtoi nëna. Çdo javë, dua të di gjithçka që po ndodh në jetën tënde. Edhe unë dua të di për jetën tuaj. Jemi familje, dhe familjet qëndrojnë së bashku edhe kur janë larg fizikisht. Pasi ata u nisën, Alex më mblodhi në krahët e tij. Si ndjehesh? Pyeti ai. E lehtësuar u përgjigja. E shëruar në një mënyrë. Ka ende dhimbja, por tani ka gjithashtu shpresë. Dhe mirënjohje për gjithçka që më ka sjell këtu, te ti. Ai më puthi butësisht. Jeta ka një mënyrë të çuditshme për t'i vendosur gjërat në vend, na nuk ka? Po, thash, duke buzëqeshur. Vërtet ka. Dimri erdhi përsëri, por këtë herë ishte krejt ndryshe nga dimri më parshëm. Në vend që të isha vetëm dhe e ftohtë, duke ecur nëpër rrugë pa një destinacion, tani kisha një shtëpi të vërtet. Jo një vend fizik, por një ndjenjë sigurie që vinte nga njerëzit që më rrethonin. Alex dhe unë bëhëm pjesë e pandashme e jetës së njëri tjetrit. Ai më ndihmoi me studimet e mia, duke qenë një këshilltar i duruar kur kisha nevojë për ndihmë të tyrat. Unë vazhdova të e ndihmoja me shqipen e ty, që tani ishte bërë mjaft e mirë sa mund të mbante biseda të thella mbi filozofsi, art dhe letërsi. Zonja Fatmire u bë si gjyshja që kurrë nuk kisha pasur. Ajo gatuante darka të mrekullueshme për ne çdo të dje, dhe shtëpia e saj u bë vendi ku mikoheshim, qeshëm dhe ndanim histori. Ajo shpesh na tregonte për jetën e saj me bashkëshortin e saj, për dashurinë që kishin ndarë, dhe këshillat e saj u bën si një udhër fyes për marrëdhënien time me Alex. Dashuria e vërtet kërkon punë, na tha ajo një mbrëmje, ndërsa u leshim rreth tavolinës së saj të darkës. Nuk është vetëm ndjenja e nxehtë që ndjen në fillim, është zgjedhja çdo ditë për të qenë të mirë me njëri tjetrin, për të dëgjuar, për të falur, për të rritur së bashku. Si e bëni? Pyeta unë. Si mbani atë dashuri gjallë për 50 vjet? Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje nostalgji dhe urtësi. Duke mos e marrë kurrë për të mirë qenë. Duke thënë, të dua çdo ditë. Duke mbajtur mend se jeni në të njëjtën skuadër, jo armiq, dhe duke gjetur mënyra të vogla për t'ia treguar njëri tjetrit se sa të rëndësishëm jeni. Këto fjalë më drejtuan në marrëdhënien time me Alex. Bëm traditat tona të vogla, mëngjes bashku çdo të shtunë, shëtitje në natyrë çdo 2 javë, një datë e veçantë çdo muaj ku provuam diçka të re së bashku. Ishte në për këto momente të vogla që dashurinë tonë u bë më e thellë dhe më e fortë. Në pranverë mora lajme të mrekullueshme. Një nga profesorët e mi më ofrua një mundësi të punoj si asistente mësimore gjatë vitit të ardhshëm akademik. Kjo do të thoshte të ardhura shtesë dhe përvoja vlefshme në fushën time. Kjo është e jashtëzakonshme, Era, thiri Alex. Kur ja tregova, e dija që një ditë do të vinin ata tek ti në hëmb, jo ti tek ata. Festuam atë natë, dhe ndërsa kalonim kohë së bashku, Alex më befasoi me një propozim tjetër. Ka menduar diçka, tha ai, duke më marrë duart. Apartamenti im është i vogël, dhe ti ende jeton me zonjën Fatmira.
Çfarë do të mendoje nëse do të kërkonim një vend së bashku? Diçka vetëm për në. Zemra më kërceu. Je i sigurt? Është një hap i madh. Jam plotësisht i sigurt, tha ai me bindje. Dua të ndërtoj një jetë me ty, Era, një jetë të vërtet, edhe ky do të ishte hapi i parë. Po zonja Fatmire? Pyeta, duke menduar për gruan e dashur që më kishte pritur, kur nuk kisha askund për të shkuar. Ne do t'i flasim së bashku, tha Alex, dhe do t'a vizitojmë rregullisht. Ajo nuk do të na humbas. Kur i folëm zonjës Fatmire, ajo buzëqeshi me lot në sy. Kam pritur këtë moment, tha ajo. Ju të dy meritoni të ndërtoni jetën tuaj së bashku. Mos u shqetësoni për mua, do t'jem plotësisht mirë, edhe dua vizita të shpeshta. Gjetëm një apartament të vogël me 2 dhoma jo larg nga universiteti. Kishte një balkon të vogël me pamje të qytetit, një kuzhinë që ishte aq e ndjeshme sa na detyrua të mësonim të gatronim së bashku, dhe një dhomë denjeje ku mund të krijonim kujtesa të reja. Dita e lëvizjes ishte kaotike, por e gëzuar. Miqt nga universiteti erdhën për të ndihmuar, duke mbajtur kuti dhe mobilje në përshkallë. Zonja Fatmire erdhi gjithashtu, duke mbiqyrur gjithçka me një buzëqeshje nënrezore. Kur më në fund u sistemuam, Alex dhe unë qëndruam në balkonin ton të vogël, duke parë perëndimin e diellit mbi qytetin. E kujtoj natën kur të takova, tha ai, duke më mbështjell nga pas me krahët e tij. Ti ulur në atë streh autobusi, e ftohtë dhe e vetmuar. Nuk mund të besoja se dikush aq i bukur dhe i fortë mund të ishte në një situatë të tillë. Dhe unë e kujtoj se si ishe kaq i sjellshëm, aq i gatshëm për të ndihmuar një të huaj, u përgjigja, duke u mbështetur në gjoksin e tij. Ti më shpëtove jetën atë natë, Alex, në çdo kuptim. Jo, tha ai, duke më kthyer në krahët e tij për të më parë në sy. Ne e shpëtuam njëri tjetrin. Ti më dhe një qëllim kur isha larg shtëpisë, një lidhje kur ndjehesha i shkëputur. Më mësove për kulturën tënde, për gjuhën, për dashurinë. Je ti që më shpëtove. Ai u ul, duke mbajtur ende duart e mia. Era, tha ai, zëri i tij mbushur me emocion. E di që nuk ka kaluar aq shumë kohë që jemi së bashku, por kam jetuar mjaftueshëm për të ditur kur gjithçka është e drejtë. Edhe ti je e drejta për mua. Je gjithçka që kam dëshiruar ndonjëherë dhe më shumë se sa kam imagjinuar ndonjëherë që mund të gjeja. Zemra mrahta aq shpejt sa mendova se do të shpërthente. Do të martohesh me mua? Pyeti ai, duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi. E hapi, duke zbuluar një unas të thjeshtë por të bukur, një gur i vogël blu i rrethuar nga ari. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e mi. Po, thash, zërimi dridhur nga lumturia. Po, 1000 herë po. Ai më vuri unazën në gisht dhe u ngrit, duke më puthi me një pasion që më bëri të ndjesha sikur po fluturoja. Të dua, Era, përshpëriti ai kundër buzëve të mia. Të dua më shumë se sa fjalët mund të shprehin. Edhe unë të dua, u përgjigja, përgjithmonë. Një vit kaloi që nga ajo mbrëmje magjike në balkon. Tani, ndërsa qëndroja përpara pasqyrës në dhomën time të veshjes, duke shikuar veten time me fustan të bardhë, mezi mund ta besoja se kjo ditë kishte ardhur në më në fund. Dita e dasmës sime. Nëna ime ishte pas meje, duke rregulluar velin me duar të dridhura dhe lot në sy. Je aq e bukur, Era, tha ajo, zëri i saj i thyer nga emocioni. Nuk mund të besoj që vajza ime e vogël po martohet. Nën, mos qaj se do të më bësh të qaj edhe unë dhe do të prishin ngrimin, i thash, duke qeshur përmes lotëve të mi. Jam vetëm kaq e lumtur, tha ajo duke më përqafuar nga pas. Pas gjithë shkaje që ke kaluar, pas gjithë dhimbjes, meriton këtë lumturi. Meriton, Alex. Babai im hyri në dhomë duke dukur elegante në kostumin e tij. Janë gati, tha ai, për pastaj më pa dhe ndaloi. Oh, Era, je përsosja. Faleminderit, babi, thash, duke shkuar dhe e përqafuar. Ai është një djalë i mirë, tha babai im butësisht. E shoh mënyrën se si të shikon, mënyrën se si kujdeset për ty. Është i denjë për ty. E di, u përgjigja. Jam me fat që e gjeta. Ceremonia u mbajt në një kopsht të bukur jashtë qytetit. Ishte një ditë perfekte e prillit. Dielli shkërqente,
lulet ishe në ulëzim të plot dhe era e but bart aromën e pranverës. Në radhët e para u leshin familja ime, nëna, babai dhe Andi, që tani ishte një adoleshent i gjatë që mezi njihja. Zonja Fatmire u mlej pranë tyre, duke fshirë lot gëzimi me një shami të bardhë. Miqt nga universiteti ishin atje, si dhe disa kolegë të Alex nga programi i tij. Dhe në fund të pistës, duke pritur me një buzëqeshje që më bëri zemrën të shkrijej, ishte Alex. Ai duke i bukur në kostumin e tij të zi, flokët e tij të çelët të krehur me kujdes, sytë e tij blu që shkëlqenin me lotë të lumturisë. Muzika filloi dhe babai im zgjati krahun. Së bashku ecëm nëpër pistën e stolisur me petale trëndafilash. Çdo hap më afronte më shumë tek burri që do të bëhej bashorti im, tek e armja që do të ndërtonim së bashku. Kur arritëm te Alex, babai im më puthi në faqe dhe a dorëzoi dorën time atij. Kujdesu për të, i tha babai im Alex. Me gjithë jetën time, premtoi Alex. Ceremonia ishte e bukur dhe e thjeshtë. Shkëmbyem kushte tradicionale, duke premtuar të duam dhe të mbështesim njëri tjetrin në gjithë gëzimet dhe sfida që jeta do të na sillte. Dhe kur prifti tha, mund ta puthni nuncën tuaj, Alex më tërhoqi pranë dhe më puthi me një butësi dhe një pasion që më bëri të ndihesha sikur ishim të vetmi dy njerëz në botë. Të gjithë duar trokitën dhe u gëzuan, por unë mezi dëgjova. Gjithçka që dija ishte se isha në krahët e njeriut që doja, burri që më kishte shpëtuar kur isha në pikën më të ulët të jetës sime. Në darekën e receptimit bën fjalime. Zonja Fatmire foju për mua me kaq shumë dashuri sa më bëri të qaj. Era erdhi në jetën time kur isha e vetmuar dhe më dha një qëllim të ri, një arsye për të buzëqeshur çdo ditë. Dhe tani, duke e parë të lumtur, zemra ime është e plotë. Andi foli gjithashtu, duke treguar të gjithëve për motrën e tij të madhe që ai admironte, që kishte qenë e fortë edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Dhe Alex. Alex bëri një fjalim që më preku thellë në zemër. Kur erdha në Shqipëri, filloi ai duke më parë me ato sy që njihja kaq mirë tani, mendoja se do të mësoja vetëm një gjuhë të re, do të eksploroja një kulturë të re, por gjeta shumë më tepër. Gjeta erën, një grua që më mësoi se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, durimi dhe forca. Ajo më tregoi që edhe në momentet më të errta ka gjithmonë dritë nëse je i gatshëm. Ndjehesha sikur bota po më rrotullonte rreth meje. Gjithë këtë kohë kisha menduar se prindrit e mi më kishin braktisur nga mosdashuria ose egoizmi, por realiteti ishte shumë më i kompleks dhe më i dhimbshëm. Si është nëna tani? Pyeta, zëri im i dridhur. Më mirë, tha Andi, por ende të dobët. Ajo qanë çdo ditë për ty era. Thërret emrin dhënë në gjumë. Ndihet fajtor për atë që bëri, por në atë moment mendoi se ishte vetmja mënyrë për të mbrojtur. Lot filluan të rrjedhin nga sytë e mi. Gjithë zemërimi që kisha mbajtur, gjithë i dhërimi, filloi të tretet dhe të zvendësohet me dhembje dhe kuptim. Dhe ki? Pyeta. Si je ti? Andi u përpoq të buzëqeshi, por nuk ja doli. Nuk është lehtë. Shkolla në gjermanisht sfiduese. Më mungon shtëpia, më mungojnë miqtë e mi dhe më mungon ti, motra e madhe. Nuk mund të përmbaja më. Unë ngrita dhe përqafova fort. Ai qau në shpatullën time, trupi i tij vogël duke u dridhëruar nga të përloturat. Dhe unë qava gjithashtu, duke liruar muaj të plot dhimbjeje dhe keqkuptimi. Na fal era, pëshpëriti ai. Ju lutem na fal. Nuk ka çfarë të fal, thash, duke i rrëshqitur flokët. Ju bët atë që mendonit se ishte më e mira. Unë kuptoj tani. Qëndruam kështu për minuta të gjata, duke mbajtur njëri tjetrin, duke u përpjekur të riparojmë atë që ishte thyer. Kur më në fund u ndam, Andi më dha një zarf. Kjo është nga nëna dhe babai, tha ai. Letra që duhej të kishin dhënë që nga fillimi, por gjithçka ndodhi aq shpejt, e hapa zarfin me duar të dridhura. Brenda ishte një letër e gjatë, e shkruar me dorën e nënës sime. Lexova fjalë për fjalë, duke thithur çdo detaj. Ajo shpjegoi gjithçka,
kërcënimet, frikën, dëshpërimin. Shpjegoi se sa e dhimbshme kishte qenë vendimi për të më lënë, se si kishte qarë çdo natë që nga largimi. Shpjegoi se donin të më kontaktonin, por gjendja e saj shëndetësore dhe situata e tyre financiare e kishin bërë atë të pamundur. Dhe në fund, ajo kërkoi falje me fjalë që më coptuan zemrën. Era ime e dashur, çdo ditë pa ty është një vuajtje. Nëse mund të ktheja kohën pas, do të gjeja një mënyrë tjetër. Por tani, gjithçka që mund të bëj është të lutem që ti jesh mirë, ti jesh e lumtur dhe të dish që të dua më shumë se vetjetën time. Nëna, ata duan që të shkosh, tha Andi pasi mbarova së lexuari. Kur të jesh gati, ata do të paguajnë biletën, duan të të shohin, të të përqafojnë, të të kërkojnë falje ballë për ballë. E pash vëllan tim, këtë djalë që kishte bërë një udhëtim të gjatë dhe të vështirë vetëm për të më gjetur, për të më sjellë këtë mesazh. E kuptova atëherë se dashuria e familjes sime nuk kishte vdekur kurrë. Ishte thjesht e varrosur në rrënojat e fatkeqësisë dhe dëshpërimit. Do të vi, thash, por jo tani. Kam disa gjëra që duhet i mbaroj këtu së pari. Konkursi për bursën, puna ime, por do të vi, premtoj. Andi buzëqeshi me lehtësim. Kjo është gjithçka që ata mund të shpresojnë. Kaluam disa orë të tjera duke folur, duke kapur kohën e humbur. Ai më tregoi për jetën në Gjermani, sfidat dhe mendimet e tij. Unë i tregova për universitetin, për punën, për zonjën Fatmire. Por nuk përmenda Alex. Ajo pjesë e historisë sime ndjehesha tepër private, tepër e ndjeshme për të ndarë akoma. Kur erdhi koha që Andi të largohej, ai kishte një fluturim për të kthyer në Gjermani atë mbrëmje, e përcolla deri te taksi. Përqafuam përsëri, këtë herë me një ndjenjë shprese për të ardhmen. Të dua, motra e madhe, tha ai. Edhe unë të dua, vlla i vogël, u përgjigja. Dhe pastaj ai u largua, dhe unë qëndrova atje në rrugë, duke mbajtur letrën e nënës time në duar, duke ndjerë sikur një peshë e mbadhe ishte ngritur nga shpatullat e mia. Atë natë, kur u ktheva në shtëpinë e zonjës Fatmire, i tregova gjithçka. Ajo më dëgjoi me vëmendje, sytë e saj të mençur duke shkëlqyer me lot empatik. Shikone dashura ime, tha ajo kur mbarova, jeta rrallë është aq e thjeshtë sa duket. Njerëzit bëjnë gabime, por kjo nuk do të thotë që nuk na duan. Fakti që vllai yt erdhi gjithë atë rrugë për të kërkuar, që prindrit e tu kanë vuajtur kaq shumë, kjo tregon dashuri edhe nëse ata treguan atë në mënyra të gabuara. E di tani, thash. Dhe ndjehem e lehtësuar në një mënyrë, por gjithashtu e hutuar. Kam jetuar me zemërim dhe dhimbje për aq shumë muaj. Tani që e di të vërtetën, nuk e di si ta ndjej veten. Do të marr kohë, tha zonja Fatmire butësisht. Shërimi gjithmonë merr kohë. Por hapi i parë është falja, jo vetëm për ta, por edhe për veten tënde. Fjalët e saj u ngulën thellë në shpirtin tim. Javët që pasuan ishin një përzierje emocionesh të ndërlikuara. Fillova të shkëmbeja emaile me nënën time, mesazhe të kujdesshme në fillim, plot pasiguri, por gradualisht më të ngrohta dhe më të hapura. Ajo më tregoi më shumë për jetën e tyre në Gjermani, për sfidat dhe për shpresat e vogla që po fillonin të shfaqeshin. Babai kishte gjetur një punë të qëndrueshme në një fabrik, dhe nëna po rikuperohej ngadalë. Andi po përshtatej në shkollë edhe pse ende i mungonte Shqipëria. Ata po paguanin borxhet e tyre ndalë, 1 euro në 1 euro. Ndërsa lidhja ime me familjen po riparohej, mendimet e mia shpesh ktheheshin tek Alex. Nuk kisha dëgjuar prej tij për pothuajse 1 muaj. I kisha dërguar disa mesazhe, por kishte marrë vetëm përgjigje të shkurtra dhe të shpejta. Gjithçka mirë, shumë i zënë. Më fal që nuk kam kohë për të shkruar më shumë. Një mbrëmje në fund të korrikut, ndërsa isha duke studiuar në dhomën time, dëgjova telefonin të cingëronte. Ishte një numër që nuk e njihja. Hezituashëm u përgjigja. Alo? Era? Zëri ishte i njohur, por i ndryshuar, më i thellë, më i lodhur. Është Alex. Zemra më filloi të rrahte më shpejt. Alex, si je? Si është babai yt? Ai është... Ai vdiqera. Zëri i tij u thye në fjalën e fundit. Ndjeva sikur dikush më kishte goditur në stomak. O, Alex, më vjen kaq shumë keq. Dëgjova atë duke marrë një frymë të dridhur në anën tjetër të linjës.
Operacioni doli mirë në fillim, dhe ai po përmirësohej, por pastaj pati komplikime, një infeksion që nuk mund ta kontrollonim. Ai vdiq 3 ditë më parë. Nuk di çfarë të them, murmurita, duke ndjer lot që mblidheshin në sytë e mi. Dëshiroj të isha atje për ty. Edhe unë dëshiroj që të ishe këtu, tha ai, dhe kishte një peshë në zërin e tij që më bëri të ndjeja dhimbjen e tij. Më mungon, Alex, më mungon shumë. Ato fjalë të thjeshta më shkrin çdo mbrojtje që kisha ndërtuar. Edhe ti më mungon, u përgjigja, zëri im i mbushur me emocion. Çdo ditë. Jam në Kanada tani, por unë dua të kthehem te ti. Te unë, përsërita, duke mos qenë e sigurt nëse kisha dëgjuar mirë. Po, tha ai me vendosmëri. Këto muaj larg teje më kanë bërë të kuptoj diçka. Ti nuk je vetëm një mike për mua, Era. Je shumë më tepër. Nuk mund ta shpjegoj përmes telefonit, por mund të pres për mua, vetëm pak më gjatë. Padyshim që do të pres, thash, duke u përpjekur të kontrolloj emocionin që po më përmbynte. Sa kohë të nevojitet? Faleminderit, tha ai, dhe mund të dëgjoja lehtësimin në zërin e tij. Duhet të shkoj tani, familja po më pret. Por do të shkruaj së shpejti me më shumë detaje. Premtoj. Kujdesu për veten. Edhe ti. Dhe linja u ndërpre. Qëndrova atje, duke mbajtur telefonin në dorë, duke u përpjekur të përpunoj ato që sapo kishte ndodhur. Alex donte të kthej. Te unë. Çfarë do të thoshte kjo? Çfarë ndjente ai? 2 javë më vonë, erdhi emaili nga universiteti. Me duar të dridhura e hapa dhe fillova të lexoj. I nderuar Era Hoxha, jemi të kënaqur t'ju informojmë se eseja juaj, Gjuha si urë midis kulturave, është zgjedhur si fituese e konkursit të këtij viti. Nuk mund ta besoja. Lexova emailin disa herë për t'u siguruar që nuk ishte gabim. Por ishte e vërtet. Kisha fituar. Bursa ishte imja. Vrapova poshtë në kuzhinë ku zonja Fatmire po përgatiste darkë. Zonja Fatmire, fitova bursën, thira, duke u përpjekur të mos kërceja nga gëzimi. Ajo u kthye, fytyra e saj u ndriçua me lumturi. Oh, Era e dashur, e dija që do të fitone. Më përqafoj fort, dhe të dyja qeshëm dhe qam nga lumturia. Kjo do të thotë që mund të vazhdoj studimet pa u shqetësuar për parat, thash, duke u përpjekur të kuptoja plotësisht atë që kjo do të thoshte. Dhe do të kem një shtesë për shpenzime jetese, mund filloj ta ndërtoj jetën time vërtet. Ti tashmë e ke filluar ta... E gjithë familja ime më braktisi, por një i huaj më shpëtoi jetën. Kur erdha në Shqipëri, filloi ai, duke më parë me ato sy që i njihja kaq mirë tani. Mendoja se do të mësoja vetëm një gjuhë të re, do të eksploreja një kulturë të re. Por gjeta shumë më tepër. Gjeta Erën, një grua që më mësoi se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, durimi dhe forca. Ajo më tregoi që edhe në momentet më të errta ka gjithmonë dritë nëse je i gatshëm ta kërkosh. Era, ti je drita ime. Je shpresa ime. Je e ardhmja ime. Dhe nuk mund të pres të kaloj çdo ditë mbetur të jetës ime duke të treguar sa shumë të dua. Nuk kishte asnjë sy të thatë në dhomë kur ai mbaroi. Vallëzuam në nyjet, muzika e butë duke na mbështjellur, ndërsa të gjithë të tjerët na shikonin. Alex më mbante me kujdes, sikur isha gjëja më e çmuar në botë. A je e lumtur? Më pyeti ai, duke më përshpëritur në vesh. Më e lumtur se sa kam qenë ndonjëherë, u përgjigja me sinqeritet të plot. Ti më dhe gjithçka që mendova se kisha humbur përgjithmonë. Dashuri, familje, një ndjesi e shtëpisë. Si mund mos jem e lumtur? Ai më puthi butësisht në ball dhe ti më dha pa, por nuk është e pa, dhe është vetëm fillimi, Era. Do të bëj të lumtur çdo ditë për pjesën tjetër të jetës sonë. Kjo është premtimi im për ty. Dhe duke qenë në krahët të tij, duke parë fytyrën e njerëzve që doja rreth meje, e dija që premtimi i tij ishte i vërtet.